Këshia e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Riso Scotti, Pasta Garofalo, Prince Cafe, Mielli Finesa, JP.com dhe uji Alkaline. Po bëhet një super drek pranverore. Shumë e bukur, shumë e shishme. Ju më shëndurt. Kur femrat më shohin me të fejuarën, kallen. Dhe të thonë drejtë nuk e mojë men këtë intervist, në qenë se kom lexu, por sinqerisht nuk e di pse kom thonë ashtu. A je ke qëto? Por fol këtina, unë krejt qka i kam sot dhe qka i gëzaj, i kom fitu për mes këtina. Mes fushor me brina. Është e vërtet. Mes fushor shkatrus. Sot jemi në Bajram, për herë Bajrami. Faleminderit. Hajde dhe një herë, për herë Bajrami. Një më gjithë të qikues, ka do që përna ndisë në këto momente, përshëndetje diaspor, ka do që na ndjek, na shkruaj në kanalin tonë zyrtar Këshia e Anës në YouTube dhe komento se prej cilit shtetë po na shë. Flom Power Shop që jep jetë e emisionit tonë. Kuzhina sot e kemi pak halakam, sepse po bëhet një super drek pranverore. Përshëndetje sportive, kështu po e nisi sot. Këshia e Anës, pasi që sot kam tëftuar një sportist, ish futbolist, ndërsa sot trajner e analist. Është më i komentuar në rrjetet sociale për deklaratat televizive, në studiot televizive që a i jep. Vërtet shumë, por e flet të vërtetën. Me ne, sot, që ta zbuloj vetë. Kush tjetër përveç Faruk Statoc, ona. Të lutem. Ja pasoj cakit. Mirë më nëgjese. Mirë të na erdhe, Faruk. Mirë si gjeni, ona. Mirë je? Mirë jo. Mirë, falinderit. Po na intereson shikuaj sepse ka agjëruara gjithë Ramazanin. Me syfyr a pa syfyr? Pa syfyr. Pa syfyr? Pa syfyr. Edhe smrive me këtë barka? Edhe smrive me problem. Qysh bre? Duhet pak një muj, nështë 3 muj kështë e qene mjaftush. Po thua, beson që unë shkoj në fitness çdo mëngjes, barka së të heki. Ona ti e mirë, ti s'ki nevoj, ti veç për... Jo. Pak barë. Për kondicion ki nevoj. Për kondicion. Edhe doktor në du shrikus. Sot jemi në Bajram, për herë Bajrami. Falimderit. Hajde dhe një herë, për herë Bajrami. Edhe juve për herë. Edhe një herë. Gjithë besimtore u jurojnë festën e Bajramit, gëzofshën edhe shumë tjerë. Pa tjetër. Gëzofshën edhe shumë tjerë. Me qenë se jemi këtu, rriq aty, po viju në shpejt. Nda që thuju diçka diasporës që po na ndjek për mes kamerës, a ne? Diaspora gjithmonë është me neve dhe ne me ta, kështu që pa diasporën është shumë e vështirë. Urime dhe diasporës, mas pore shëndet edhe festovës të shumë Bajrama tjere. Edhe ma do, baklavat ma të mira turke tash që kemi në Prishtina Mall, ti dhuron këto baklava për Bajram, kështu që kur të përfundon emisione, në shpes, po dia ki mysafir sot, a ka me prit gruja ajo. Sigurisht që po, kështu që na pas ke pështuës, pas me nevoj me pas të lashe për këtë punë. Falimderes shumë. Okej, a ti përmë qëto? Po. Shpejt shikues për gjithë ata që më na ndjekin, ky emision Faruk nuk kishte qenë i mundshëm pa i falenderu këta që na mbështesin. Apo i lexonte, ai po ti lot. Ona veç po tregoj që unë s'kam mungur bukë që 24 orë. Që 24 orë? Edhe jem rujt me unë këtu se diçka edhe aroma, diçka është shumë perfekte. Hajde. Jam shumë këreshtor me ditë se çka ke gatu. Hajde, hape. Halo është Hugo, po gati kryer. Ta shoh se çka je duke na ka bërë ushqim. Kështu që
Shikoj, hajde kamera, hape. Përveç se Ja, po. qenë ka diçka fantazi këtu edhe si lëjnë halimi pas ka nevojë. Atëherë shikoj se jemi ka fundi me drekën, që sa mi që edhe asistentin po i shtojmë ujë për herë të fundit, është hera e 2 që i shtojmë ujë, ja kështu. Ja, për 2-3 minuta, besoj Faruk, drekën e kemi gati, ja. Këta që për shohëm, si duket, kemi edhe qka me ngrënë. Po të lutem, do e mbyllim. Po deshe, futemi në kuzhinë bashkë? Po. Se s'po di Faruk ku shikues a gatuna jo? Realisht, na mosh këtë pa gatuj me shumë hojmë, kështu që veç kur jem zarana. Receta ma e vështirë që ke gatu? Receta me e vështirë, unë vjen edhe s'kom pravu as njerë pite me gatu. Për nëryshe, këto që janë makarona, shpageta... Unë thash ma e vështira që i ke gatu? Ja, ma e vështira s'kom pravu me gatu ma vështira. E cila ma e leta? Me e leta është makaronat, shpagetat, të cilet se nasi sportista zakonisht në karo edhe me jetu në farë shtetet tjera se vete dhe këto i kemi edhe është ushqimi i sportistave i preferum. Kështu që edhe rizi edhe që tha këto i kemi... Që ato të komboris, që ato diçka ma e letë, protein, e tjere. Ta marë për sportista ona, nuk është rastisht që ke bo rizit. Ama sportist me barkë, s'pa sa poshik. Ama, këtë barkë më këmë pasë kërkum lujt. Këmë konë si peshk për të kalzej. Na ishte njëherë. Kur peleshe për të bëllë ish problem. Shumë shtirë. Ama do në tukëm për shtate patika, sot? Ta manë për sportista, ta manë sportive. Po vjeni nati shiku, se jam shumë me konë ma jagot në emision. Po s'ka lidhje. Atere, për krejt ata, shikues, ata që na mbështetin, nuk bën na me hangët pa i përshëndet. Hajde kishe jemi bashkë moderator në emision. Filloj e për cilës dush. Seni më e bukur që e përdorëm gjithë dhe mënë shpe është finesa dhe mënë që nuk ka shpije njëri që nuk e përdorë. E vërtet. Prince Cafe dhe mënë është kafja një prej kove më të mira ndoshta që e përdorëm gjithë. Të tjera dhona po të ilo ty më sta marrë këtë punë. Hajde pra, o kry. Qa Berto Franke, Franke të këtika më i mirë shikues, kreti që për renovani shtëpi apo dëshironi të ndroni diçka, shfrytëzoni kodin me 10% shija e anës dhe freskojnë ambientin e juaj. Rizo Scoti, orizi më i mirë italian, thash me oriz të gjysmë zirë sot po gatuajmë Garov falopasa për të mira italiane. Alkaline, uji më i mirë treg me bëhan prej 9. Baklava do t'i hajmë më vonë pas drekës. Por a ke dëgju për platformën JP.com? Kom dëgju. Ken dëgju? Po. Kom dëgju. Super platformë shikues, i gjeni gjitha. Unë e kom thoni shprehta vetëm nana dhe baba nuk e gjen aty. Edhe punë mund gjej. Edhe mund të japim edhe me qira. Nuk dija, për shembull, nëse Faruku ka vendos me e shit veturën, mund ta shisni veturën e juaj. Nuk kam vendosur me ble, jo me shit. Me bleja? Hajde vërhaj. Çfarë me blen? Ta këshiru vjera, jena në bisedime, alone. Ta këshiru, ma? Këtë 2 ditë. Okej. Apo shkoj me blogun e partë market, një blog, një reklam, po ju lë juve për mes saj kamere, edhe thuj shikuesve me u kthy, mos me ndru kanalin, sepse do të hama, ja ka fundi jemi, o zë çfarë rrugë. Mos e ndroni kanalin, juftoj të në ndihni, sepse pas pak do të shihni se çka është diçka e mirë që ka bo ana sot. Orizi do të jetë shumë i pëlqyer për gjithë. Si mund të arrim të krijojmë një simfoni të shijes italiane, shpejt dhe thjesht, ta nisim duke zgjedhur së pari orizin e duhur Scoti, vajulliri dhe qe, perimet dhe erëzat e preferuara, dhe për në fund pak gjalp dhe djathë parmigiano. Dhe ne tashmë jemi gati të shijojmë rizoton më të mirë italiane. Rizo Scoti, orizi më i mirë për një risotto tradicionale italiane. Okej. Orizin e kemi gati, ja kamera do të afrohet dhe do të shihni shikuesës që sa e mirë boa. Wow. Një zierje perfekte në temperaturë super minimale për t'i shtuar ngjyrë dhe shije këtij orizi, kësaj dreke, do të shtojmë ja pra një tufë me majdanos të freskët. Ja kështu. Dhe do ta përzijejmë për herë të fundit. Ja, o zot sa bukur po duket. Dhe koha për ta servuar. Isha këtë vikend në Greqi dhe i kom blet sa pjata jam punim dore. E thash taman për këtë recet na shkon me oriz. Kështu që po fillojmë servimin.
Kthehemi nga marketingu, tash po e presim Mona më na servu orizin e të shohim se çfarë orizje ka përgatitur. Se ma gjitha gjosa që apom deri tash do t'jetë diçka jashtëzakonisht e mirë dhe e shishme. Jemi gati? Valla ma shite orizin, hala pa e provu. Ha, Faruk? Që reklam këmi postit, Ha? ka më të blokue. Ja, pra, Faruk. Ja, shikues. Ja. Ja, pra, shikues. Kemi një super oriz. Një drek e lehtë, e shpejt. Shikues, kjo është dreka për sot dhe çfarë fatja i nderuari zotri Faruku. Do ta provoj tani. Hajde Faruk, filloti. Ja, po të restoj ty, po vëmë zboshku për provoj. Po thua? Po, bashkë. Po s'ki hangër që 24 orë. Edhe 5 minuta edhe 2. Ja, pra, edhe pak për mu Se këtu. kemë problem. Se për ndryshe nuk më janë nis një farë dietë Faruk së shpejti, me ushqim të mirë, po marr ma pak për e shikus, qëto? Orizi dietë është, ana, mësën. E vërtet. Ja, kjo për kameramane. Hajde të bëf të mirë se na erdhe edhe një herë. Mirë si gjë. Po shpresoj që do të pëlqejë. Ta provojmë të shohë, më me thash që si mas asojna që kemi po, besoj që do t'jetë jashtëzakonisht e mirë. Hajde. S'ka qysh me konë ndryshe, ana. Ha, Shumë e bukur, shumë e shishme. T'jumë shindurt, ju pëlqen? shumë e mirë. Unë ashtu edhe ashtu orizin e du, kështu që ka jashtëzakonisht e shishëm edhe i mirë. Hajde, shio, halo, hajde. Shikues që ka zi për merak, po eftoj cakin më ardhë ofër, hajde caki ofër krejt. Ja, pra shikues, ja, wow, s'kam koment. Hajde të provoj. Ushqimi për dietë, ana. Kështu Për që dietë. E zgjedhe, e gjete Ja kom ushqimin qëllua. Ja ke zgjedhë. Nështë ta me qitore, Sidomos për Farukut mu. ja i kem barkun shikues. Tash. Tash unë do të filloj dietën edhe të haf kësaj orizi. Kësi orizi, komenton për shpej, kemi një torbë të madhe me produktet më të mira italiane. Besoj që zonja do t'a gatuajnë shpejan. Me të Shko thonë gruja emrin? Flora, me të thonë Flora, drejt, përshëndesim Flora. T'ja gatuash këtë bashkëshortit. receta e onës, me të thonë drejtën, është diçka interesante sepse edhe shoqja i bën jashtëzakonisht mirë gjitha këto Po, ushqimet, edhe me të thonë drejtën është diçka që çdo herë e provon diçka të re, për çdo herë i dalin mirë. bravo. Kështu që rreth kësaj çështjes jena perfekt. Ata ftojmë herën tjetër bashkë me ty. Ti ndim si asaj, ajo le ta gatua një recetë të shianës, une Patjetër. publikëm. Patjetër unë ndims, aja do të gatuhet A u bo? ti je bindë që do ta Publikisht provosh, shikues. do ta provosh diçka jashtëzakonisht mirë, Bravo. sepse me të vërtetë i bën gjitha mirë. Ky oriz ka domate, ka piper të kuq, që kemi kriju një salcë, kemi një spec të kuq, kemi majdanoc, kemi qep të kuqe. Shijoje. Me mirë shpamirë, që keni dëshirë shikus, tepër pjatë pranverore, Faruk. Shumë e bukur, shumë e bukur ana. Boft mirë. Marim pak ujë. Nuk është rastisht që musafirët s'po pritojnë më orë të dhe po dalin shumë të muq. Sepse pas kanë arsye shumë të mëdha. Garanci spitroshim. Ja, ti edhe dietën, edhe për dietë për ja mundësën. Lutna. Ha Faruk të Faruk, da mushi ujë. Veç hati. Ja pra, edhe ujë më i mirë në treg. Alkaline. A ke pi alkaline më herët? Po, Hajde edhe pak, se pak ta pas ma mushë. Zakonisht e përdorëm se është ujë i mirë. Qysh së mriva me tirë një iftar. Po që si iftar, po e zojnë ato. Super është. A është hera e parë që shkon në emision kuhan? Ushqimet po. Qysh po duke, qysh ko ka ndjenja, se s'ke hangër Mirë. ma herët para kamerave, po ndirë siklet? Me të thonë drejtën nuk mësu kështu, po se kam problem. Tash, kur po dalina për emisione nuk është fare të lashën, ne? Ajo, a? Po, në të ushqimit që më shkukur. Okej, unë e vlerësoj shumë që jetë shianës, knaci që të kemi sot, po na shohin shumë shikues, diaspora dhe publiku gjithandej, janë mësu me të pa në emisione ku bërtet shumë,
shojmë aki me bërtit, anej salon. Unë realisht është hera e parë në emision që shkoj në kësi emisionesh, por me ftesën tonë domthonë me gjithë kënaqësi me shumë respekt e kom pranu. Gjë që ndjeva shumë mirë edhe po është diçka shumë interesante dhe gjitha e provova një ushqim edhe me diçka shumë të mirë e cila pat shumë shihet mirë. Shumë faleminderit, no? Për dhe të rrej për punën. Shumë faleminderit. Respekt shumë shikues, do ta lëm që të hanë qetësisë për Farukun është hera e parë që është në një emision gatimi ku gatuhet aty për aty dhe hahet shishëm që shpo edhe unë tash e ju kene ma ditë për ndirë për të super recet. Ha, më thani. Për ka pak siklet? Ja, po bre, pak po. Por, do ta lëm që ta në qëtësi, do të kthehemi pastaj me kafe, shumë lafe, kanë ardhur pyetje me spec. Do të përgjigjeni? Kjo ka me arona, besoj që po. Me arona. Besoj që po. Edhe kemi mangër baklava, për Bajram sot. Për baklava me hongër se problema, pyetjet me spec problem ka kam për t'i këshyru. Përgjigjesh, se ki problem plus drekën e ki me spec, sot? Përgjigjen e ki 100% sakt. Shikues, kthehemi shumë shpejt, mos ndroni kanalin sepse kemi edhe përgjigje me spec. Tani shikues, është momenti për të gatuar super recetën, po e quaj recet pranverore, tashmë jemi zyrtarisht në stinën e bukur të pranverës dhe vendosa sot që të shkojmë me oriz. Po s'kemi mish fare, vetëm perime, kuq e gjelbër të shumë gjyra, edhe tepër e shishme për ta ngrënë, nuk ta hiqni nga menyja. Çka na nevojitet për këtë recet është kemi qep të kuqe, kemi një domate të grier më herët, kemi një spec që e kemi grimcuar në formë të kockave, njëjtë edhe domaten, kemi një tuf majdanos të freskët, kemi gjalp, kemi vajin më të mirë italian në vend moninin dhe kemi orizin gjysmë të zira, është ky super orizi nga Skoti, ja pra edhe ngjyrën e ka të verdhë. Kur ta gatuaj, do ta shihni dhe ju thash që nuk do ta hiqni nga menyja, kështu që pa humbur kohë, ja fërterja na është nxehtë, do të vendosim direkt vaj ulliri, ja vaj më i mirë italian, duke ja bashkangjitur edhe një copë gjallë për shija. Okej, gjalpa në është krita, vendosim me njëherë qepën e kuqe, ja kështu. Do të presim derisa qepa na zbutet. Jo të na merr ngjyrën kafe, vetëm pak sa të na karamelizohet, po them, Ja pra, qepa na është zbutur. Tani do të vendosim hudër, me qenë kom haru me ble hudër të freskët, do të shkoj me pak hudër pjohër, ja kështu. Ja. Dhe me njëherë, pa humbur kohë, ta vendosim një spec të kuqe, ja, që e kam gri më herët, ja. Ju thash që do ta bëjmë një pjatë me shumë ngjyra, pjatë shumë pozitive. O, zë çfarë arome po vjen shikoj sa. Me njëherë do të vendosim domaten, ja, dhe domaten e kemi prej më herët, ja. Tani domatja do të alëshoj langun e vetë, e cila do të ndihmoj që orizit t'i shtot edhe një shije më tepër. Koha për krip dhe piper të zi, pra, pak krip, si gjithnjë të shijanës me krip të detit, dhe piper të zi. Ju thash shikues që kjo recetë është super pranverore sepse ka edhe specin edhe domaten. Përveç kripës dhe piperit të zi, do të shtojmë edhe gjysmë luke piper të kuq. Ja kështu. E cila do të na ndihmoj që bashkë me vajin e ullirit dhe gjalpën dhe langun e domatës
të na krijoj automatikisht një salca me domate dhe speca e qep të kuqe, sepse krejt e din që speci i kuq, sidomos qepa e kuqe, që ka super aromë, ja po shihet pra, kemi fituar një super salcë me perime. O, zot, sa e mirë. Ta ulim vetëm pak temperaturën. Dhe tani, do të shtojmë orizin. Pra, kemi orizin gjysmë të zier nga skoti, me këto kokrat e gjata. Ja, pra. Pra, këtu kemi rreth një gotë e gjys oriz. Ne ta shohim prej afër kamera të lutem. O zot, ja. S'kam komenta. Pra po e shihni një drek shumë e lehtë. Tani këtu kemi ujin që e kemi vlu më herët. Do të shkojmë pak nga pak. Si me bo risotto, ha? Ja kështu. Ja. Me thonë, si pilavi turk, nga pak uj. Ja, dhe do ta mbyllim direkt me kapak. Do ta ulim temperaturën në minimale. Ja. Dhe do ta mbyllim me kapak. Ja, u avullu me njëherë. Kështu që mbyllja me kapak na ndihmon që në mënyrë minimale avulli ta kthej tek orizi dhe na shpejtohet edhe ziera dhe orizi do të jetë. Do ta shihni, ashtu që nuk ngjitet fare, o zot. Jemi unë tu? Okej. Orizin e kemi gati, ja kamera do të afrohet. Shiko se rikëthyem nga marketingu, jo rasisht jam me telefon, po vazhdojnë me ardhë pyetje për të nderuarin të madhin dhe shumë të respektumin Faruk Statovcin. Emisionin nuk e kemi shumë të gjatë, por të mundohesh të jesh i sakt dhe i shkurt, okej? Përgjigje? Besoj që po. Okej, atë fillojmë një në pyetjet e mia. Jetë s'ka problem. Okej, për para se me fillu me pyetjet e mia, me qenë se jemi në Bajram, edhe një herë, urime dhe bravo ju qoftë gjithë juve që keni agjeru. Inshallah u ka pranu Zoti dhe për hajr Bajrami, diasporës, kri shqiptarë që përna ndjekin. A hi unë edhe në tren edhe ne? E në që ta uroj edhe ty edhe një ta urova ma po ja uron edhe ty diasporës që përna që në këto momente. Po, unë edhe mara t'ju urova dhe prap urimet gjithve, po që shëndet edhe festov shedërov gjithmonë shumë tjerë. Edhe para se mi anis me pyetje, e kemi kafe të në tavëllin, princi se ma përmene, princi. Princi kofja me e mira. Princi, sot nuk kemi me vanil, po me klasik, kështu që urime, mirë se na edhe një herë, na bëft mira. A vë të pëlqen? Shumë e bukur. Ja, rasisht e përdorin shumë. Edhe kemi baklav, ja, ke 3 lloje të ëmbëlsinave. Me qenë së është Bajram shikues, në të na shkon ëmbël kjo intervist. Ma në fondona një mujtë ditë s'kemi... Një mujtë ditë kemi prit me humër baklava. Apo, ke 2 lloje të baklavave, një e ki me pistaci, një e ki me ara dhe tjetrën e ke kynefe, që është me cilën për e nisë? Unë që të për orën për provoj. Okej, kynefe shikues, te për e shishme ajo me kadaev. Edhe ashtu i kam qef shumë. Po? Edhe këto kanë shumë bukura. Plus një kutita kemi dhonë për shpet. Aj. Baklava fantastike. Shumë e bukur. Me ara shikues dhe pistaci, mos haroni, Prishtina Madhe keni madhën. Të bëftë të mirë. Faleminderit. Urime edhe një herë, bravo, sepse ke agjeru. Faleminderit. Kush ma shumë se ju i meriton baklavat. Mendoj se gjithë e meritojnë, po ndoshta dikush për arsye të ndryshme nuk mund me agjeru, duhet mi kuptu. Ata që mund mendoj që kemi obligim. Por mendoj që ky Ramazan ka qenë i lehtë, nuk ka qenë gjatë, nuk ka qenë shumë temperaturat larta. Kështu që
Urrej që ata që nuk e kanë shëndetin e mirë të bëhen sa më mirë dhe të bashkangjiten edhe të gjinojnë, sepse shumë njerëz e kanë dëshirën edhe kanë vullnetin për të kanë pamëshme për shkak shëndetit, kështu që urojmë që gjithë jenë mirë me shëndet mas spori, pastaj edhe Ramazani. Ashtë urim edhe një herë dhe ajo gati për pyetjet? Gjithë. Okej, atëherë pyetja e parë prej meje. Veç pak një farë frike e kam se Ja. ku më di çfarë pyetjesh bën Anë tha pyetjet. Bash në emision, si live. A ma mirë, futbollist, trajner apo analist? Ashtë ma mirë. Mendoj se janë tri profesionet shumë të mira. Si futbollist do më unë e kum shiu sepse e kum dash shumë. Edhe kum pas fatin të jem një futbollist i cili mendoj që kum të bëj një karrierë jashtëzakonisht mirë edhe brenda vendit të jashtë. Si trener është më vështirë, sepse definitivisht ju mbin se është vështirë, sepse kje të bëj me pak mas paku me 25 futbollistë, 25 djemë 3, 25 karakterat ndryshme. Pastaj vështërsi që i vinë klubet që i kanë, e ti duhesh mu përballu me gjitha këto. Kurse si analist është mirë, sepse si shqiptar gjithmonë i na mësues me marrë për gojë njerëz tjerë. Mendoj që edhe analist nuk është bashkëlet, por mendoj që në diçka që e sheh, është lehtë me analizu, edhe është më lehtë. Pse vërtet intervista? Pse vërtet? Unë shumë herë e kum thonë këto dhe prapë e thonë, na familjarisht folëm të madhe kështu. Shumicën e rasteve kanë erë është e vërtet, por shumicën e rasteve nuk është që bërtas, por ashtu e kam edhe prej natyrës, por që delte njerëz të publiku se ashtu duket, por jo çdo herë është ashtu. Por nuk do të thotë që edhe na herë nuk është me një zonë pak më se që duhet. Si vendoset bëhesh analist? Me të thonë drejten, unë kum fillu në Kanal 10, ka qenë Kanal 10 që kur ka qenë televizori i parë që më kaftu. Pastaj, pas një kohë, më ka bu ofertë të Dugagjini, por që çdo herë, me siguri kur kam shkuar dhe kam bu analizën e kam po që unë jam i drejt për drejt, domthon për ato që asha nuk më dosht me diviu apo diçka tjetër, por me thonë ato realitetin se çka ka ndodhur, sepse ne e dim në Kosovë dhe koha që është shumë vështirë me thonë vërtetën dhe me qenë i drejt. Por që unë e kum zgjedh atë drejtim edhe ndoshta kjo ka bu që jenë shumë televizione dhe shumë kjo mi kërkum në për media, më për shkak se mundona me thonë realitetin apo vërtetën. Me sa kam pas si trener, s'është që po të sport mirë, as një fitore se kisi. Që kjo pyetje kush ta pas. Që kjo pyetje është tifozit drejt gjonaj. Se di, jo. Nuk është që nuk ka jesë mirë, sepse në klubet që kum qenë, nuk kum qenë në klubet të cilat kanë qenë nivelit në altë, ale ende, kum qenë liga të dyta. Është e vërtet që në sport është më suksesi dhe suksesi, normal që trenerin e më suksesi. Por aty ku jam konë, ku munu me dhe maksimumin dhe ku punu. Unë besoj që gjithë ata njerëz që kanë qenë afër me mua e dinë se sa kam punu, pavarësisht se rezultati nuk më varet veç për një individi, më varet për shumë faktorëve. Por që për një gjë jam shumë krenar, ndoshta jo për shkak të rezultateve, ndoshta kur jo të mira, po për diçka që për punën edhe për atë dëshirën edhe vullnetin edhe ato që e bëj, domosdoshmë jam krenar. Pse ta merr mendja që po ikin lojtarë nga Kosova po shkojnë në Shqipëri? Po paguhen më mirë, po vlerësohen më shumë, kushtet janë më të mira. Nëse e ki fjalën për kombëtare apo për ekipe. Lojtar, përgjithësi. Tani në për ekipe nuk besoj që shkojnë, nuk ikun sepse në Kosovë është bukur shumë tu paguë Superliga dhe lojtarët në Kosovë. Cila është paga më e madhe? Paga më e madhe mendoj që është deri në 10.000 euro ka futbollistë në Kosovë që merren Superligë. Ndoshta edhe më shumë, ndoshta edhe më pak, por mesatore unë mendoj që është 6-7.000 euro në Superligë, kurse edhe liga por është bukur shumë. Nëse ekipët e kombëtarë pse po ikun, atëherë është çështje tjetër se më shumë e kthyen interesin individual. Ndoshta te Shqipëria përshojë një perspektivë që normal që kombëtarja shmisën shku 2 në kampionat evropian, por që nuk duhet me kthyer më aty sepse edhe Kosova është në rrugë të mirë edhe Kosova ka djem mirë kombëtarë të mirë. Këtu e kemi një orë të zallit që e kemi tradit me këtu të Shianës. Të po e kthejmë tani. Këto momente po e sheh zallin. Qa po të bën me undje, si po ndjehesh? Ona kjo, edhe që po më që mollën që kjo.
që kjo qështu është kur shkojmë në për sauna, kur hina, që është një varë për me matë, sa ko dush me nejtë. Kështu që edhe kjo ka diçka shumë interesant edhe dush me shku në saun kjo bibjena? dush me shku në saun e ti edhe une, për me mojtë vine trupit që the. U kry, kësë me atë më shkrishi kësë. Mora telefonin, do t'ikim për pyetje, do të shkojmë, do të kthehemi 21 vite më parë. Një deklarat e juaj shumë e famshme, në një prej gazetave të përditshmeve tona, po shkru 27 shkurt deri 4 mars, Anza, 2004. Pe di ku do me dollë. Kur femrat më shohin me të fejuarën, kallen. Po e lexoj, po e citoj. Disa nga bukuroshet, nga xhelozia që nuk i formati në rrugë, më thonë, inshallah hum ndeshjen, më bëjnë helm nervoz, më dekoncentrojnë para ndeshjes, i them vetës, jepi gaz dhe fito për i natë, plasi disa bukuroshet të qarshisa. Me të thonë drejtë nuk e mojnë men këtë intervist, në qenë se kum lexu, por sinqerisht nuk e di pse kum thonë ashtu. A jetë që to? Është e vërtet, por që gazetarët mund pak me ndryshu. Unë nuk besoj që kum thonë këse deklarate. A je i sigurt? 100%. 100%? Kur femrat më shojnë me të fejuarën kallen. Por që unë e xhelozin edhe ato që i notën apo diçka tjetër që kur më kam pone, se më kam po me të fejumë, nuk më i mjau ik. Edhe pa bark atëherë, a? Edhe me flok? Edhe me flok. Që s'pi mjell flok farok? Ona me të tënat mira ti më konë atëherë. Po bra, haloje, që s'pi mjell flokt? I kam 3 oferta, po nuk pranej. S'ke dhe matë miren, pse jo? Edhim pse. Shumë ofër kum qenë, por një ditë kër u qu qika më ka thonë bab, tha temi mjetë flok, tha nuk do kërë si farok, tha, edhe kum hik dorë. Okej. Unë e kom shumë pyetje, por i kom shkruar disa pyetje të publikut. Fillimisht po ta jap një dhuratë. 20% zbritje nga Ciaoberto. Ku ki zgjidhje made in Kosova, çka do që të pëlqen, dhe ke 25% nga teknika franke, pa veshporeti, çfarë orizine e boni. Edhe shpejt. Edhe pjavleke. Edhe me zbritje. Do më gjithat mira. Unë i kom shkru pyetjet, ja i kemi këtu publiku pyet, sepse me minutazh do të shpejtojmë, por kanë ardhe disa në telefon, kështu që masi si kom shkru këto, nuk po i neglizhoj. A ndihesh fajtor që FC Flamurtari po bjen prej ligës së dytë pasi dhe dorëheqje si trajner? Nuk unë vjen mirë nëse bjen Flamurtari, për fajtor nuk më me qenë fajtor, sepse unë ju mundu me bu diçka të pamunshme atë, se gjithë e din Flamurtari problemet që i ka pas. Edhe vetë kryetari edhe ata njerëz që janë konofër e din që unë kur kum hi edhe bisedat që kanë qenë, unë më hi me nxjerr Flamurtari, nuk kum hi me bu diçka, e din që ka qenë e pamunshme me atë buxhet, edhe kemi afru lojtar duke i lutur klubet, duke i pagu klubet tjera të na i hauzuar neve. E kemi bu të pamundshmen, kemi formu, por nuk është se më unë më një fajtor kur unë e ku më dhesh Flamurtarin vetëm ka 5 gjira. Kurse kampionati i ka gati 30 gjira. Faruk, a ki pa në ëndër najher që do të bëhesh kampion me naj skuadër, apo veç e kisi iluzion? Nuk menoj që një trener punon edhe nuk ka ndran për më bu kampion me një skuadër. Kur do të vjaja ko, nuk e di me cilën ekip, nuk e di, por mendoj që se cili prej neve e andron diçka të mirë. E është diçka e mirë. Po vazhdoj me tjera ato? Shpejt, ha? Ku i kilon brinat? I kum hjek, se tash s'po moj me lujt mo. A është e vërtet që ka qenë mes fushor me brina? Është e vërtet. Mes fushor shkatrues, mes fushor i detyrës. Shkatrues. Pse shkatrues? Ke shkatrues shumë? Në jargonin e futbollit domon është pak ma qashtu njifet. Sa golla në karrierën tënde ke bën? Shumë. Sa shumë, si ke... Qatë vitin kër ju martu, më konë edhe nashta gëlshenu si ligës. Nuk e di sakt, për në atë vjetë më konë që gëlshenu si parë. E cilin vetë ke martu? Vitin, nëse s'po gaboj, 2004. Që atërë edhe kër e pas kiton deklaratën, tërë... Ofër. Ko ka konë veti mirë? Ofër. Faruk, sot ish lojtari juaj luan për Kosovën U17, nuk dyshoj asnjëherë në talentin e tij Erhad Vokrin.
Po, është e vërtet. Erodi është një djalë i cili është regjistruar në shkollën tonë private që është, edhe jam shumë krenar për atë djalë. Qysh fillit e tina, kur ka filluar me lujtun e kum pa që djali ka cilësi edhe jam shumë krenar që kum punu së bashku me ta, me një djalë shumë të mirë, me një nxënës shumë të mirë, e mbi gjitha një futbollist shumë i shkëlqyeshëm. Jo veç Erhadi për shumë tjerë, por me që se ra fjallat e Erhadi sot është në edhe në Qipër të ndodhet. Sot kanë fituar ndeshje në kontaren U17 ndaj Moldavis. Kështu që jam krenar. Edhe me Erhadin e gjithat atjerë që kemi punu së bashku. Çfarë me sfushori e kanë, pyetja e fundit? Me sfushori me Brina. Me Brina? Me Brina? E din gjithë. Ta shumë, pje kafe se të ftof kafe, ja? E mira? Ona, avdave e knaqen me pyetje, me përgjigje. Dej dhe konë, halo kemi. Halo kemi. Shumë. A mendon që Ilir Doja është trajneri më i mirë? Unë po, pa diskutim. Pse? Sepse ka të regu vetën edhe në Shqipëni dhe këtu, sidomos në Kosovë, me Ballkanin, 3 vjetë kampion, edhe në arenën ndërkombëtare, 2 herë në grupën ligën e konferencë, kështu që asnjë trajner deri tash nuk e arrit, edhe ato që ka performu Ballkani me Ilir Dojën, shumë vështirë do të jetë ta përsëri dikush. Pse gjithmonë e mbron klubin e Dritës? Klubin e Dritës e mbroj sepse kom thonë publikisht dhe prapë e thamë edhe këtu, domthonë klubi i Dritës tash pronarët janë tjerë, por në atë kohë ka qenë Selami Osmani Bezi, i cili ka qenë pronar i Dritës, edhe une në atë kohë kom qenë futbollist i Dritës, edhe une gjithmonë e thamë në atë kuptimin shumë shkurt, klubi i Dritës edhe Selami Osmani Bezi mu më ka bo me shpi pas luftës, sepse ne jemi konë djekun gjithë. Atëre ai me para që i kom marrë atë, unë e veç kom filluar me ndërtu shtëpiat. Okej, bravo. Besoj që duhet me respektua dhe me i kujtuar gjithmonë. Me top ki hala punë, sepse je edhe trajner. Po më Çka do të topi për ti? Është një gjatë e cilën qysh si fëmijë kom dasht, edhe më në fol këtina, sepse është vështirë me nëzonë kur thënë që është rumbullak, nuk ndalet, por fol këtina, unë krejt qka i kam sot dhe qka i gëzaj, i kom fitu për mes këtina. Kush e zbuloi talentin e Farukut? Talentin e Farukut e ka zbulu, qysh kur i mkon i ri, është në futbol vogël, një kusheri jemi, ta është i njëri, nuk është qerim statusi, pastaj kom fillu trenerat si Selatin Vokri, në Simnisat, cilat kam qenë trenerat në klubin e futbollit Besiana, ku është formu në ligën e tretë. Qysh atërat e kam po, jo që kom pas shumë talent, po kom qenë shumë punëtor edhe lejtari detyrës, lejtari disciplinum. Kështu që ndoshta unë nuk kom rri fort për shkak talentit, po kom rri për shkak punës. Si i shef familja paraqitet e juaja në emisionet sportive? A kena i komentar, ka bashkëshortja, djali ose vajza, kritika, a thot bashkëshortja që po bërtat bre Faruk, si e qështu në shpe? Jo që më thot, po kritikat më të muajt i kam. Hajde. Se erë qëkaj para emisioni thot shko, po mos u rrok me njerës, shko edhe mos bërtit. Po është e vërtet që ka njerë kur ti nështë atë delë qëtota prej kontrolës, apo ka me një tonë më të lartë, nuk ndjetë kërkush mirë kur shtyjen 2 persona apo diçka tjetër. Apo ndonjë koment negativ, por mbi gjitha unë shpresoj, unë besoj që gjithë më njohin edhe ato e din që unë jam shumë i sinqert, nuk du me ofendu kërkon as me lëndu kërkon. Pavarësisht asojna që dikush mund më lëndu ku ja thush vërtetën. Por që nuk kam kritike edhe nuk do të mi pranu kritikat, do të mi pranu kritikat, do të me qenë mi mor kritikat që janë pozitive, me përmirësu, edhe nëse kemi gabime, e që gabime kemi gjithona. Por që realisht mundona me qenë kjo që jam i vërteti, edhe kështu do të vazhdoj. Bravo. Flasim edhe pak për kombëtarën e Kosovës. Çka ta merr mendja? A ka mujt me shku hala më larg apo ky është kapaciteti i kombëtarës Kosovës? Realisht me lojtarë që kemi pas në Evropë të lujt, qysh me Maqedonin kur e kemi pas mundësinë, unë kum besu edhe kum ndru që Kosova do të jetë shumë shpejt në kampionat. Realisht nëse i potencojmë futbollistat që i kemi të luajnë në arenën ndërkombëtare për klubet e mëdha, domthonë nuk lëmë me kuptuar ndryshe, përveç se me besu se Kosova desh me qenë në kampionat apo duhet me qenë shumë shpejt në kampionat tjetër. Uroj që këta futbollistat që i kemi nga jashtë që po luajnë për ekipet tjera të kenë shëndetën e mos të kenë lëndime, në mënyrë që kur i kemi kualifikimet janë po ndryshe unë mendoj që kombëtarja e Kosovës është në to jetë jashtëzakonisht mirë, me apo të sigurt. Të marrim një mendim vlerësimi nga ju
për futbollin e Kosovës, sidomos pas pranimit në UEFA dhe FIFA 2016. Je i kënaqur nga 2016 deri më sot apo jo? Qërona. Ti je ekspert i kësaj fushë. Çdo herë ka nevojë për më shumë edhe ka mundësi për më shumë. Unë jam një person i cili i përkas gjeneratës për para luftës, kur kemi luajt, që jemi konë që kemi pas stadione, pastaj pas luftës edhe tash. Unë mendoj që futbolli i Kosovës është mirë, nuk po tham shumë mirë, po është mirë. A ka mujt me qenë më mirë, po, por është më mirë se që ka qenë është, sepse tash po ta marr shembullona, nuk ka qenë asnjëherë futbolli i Kosovës kur mbrana vitit një futbollist mundet të paktën me pos një shtëpi vetën ose një banesë vetën. 100.000 euro mbrana vitit nuk janë pak më fitu në Kosovë. Tani që kjo është mundësia këtu. Është mundësia për mu tregu, është mundësia mu pagu, edhe në mënyrë që nëse ti tregon veten këtu, tani nuk i nevojë me shku me lujt Shqipërinë Maqedoni që është desh, nëse je lojtar i mirë, është desh Shqipëri ose Maqedoni me shku me lujt një vjet 2 për me të pa dikush tjetër menaxherat, me vazhdu tutje. Kurse tash nëse luan këtu shkon direkt pikë këtu, se shën shit Albian Ramoni, plot lojtar tjerë që kanë dorë pikë këtu janë shit, dhe kështu që nuk mundesh me thonë që futbolli i Kosovës nuk ka përbaru. A ka mundësi për më mirë, unë besoj që vazhdimisht është duke u përmirësuar edhe vetë fakti që po dalin talenta për çdo vjet, atë lënë me kuptuar që është në rrugë mirë. Po na shohin shumë shikues, diaspora Kosova gjithandej po na shohin lojtar, ish lojtar e tjerë. Lojtari favorit i viteve të fundit, ata që luajnë jashtë, për ekipet huaja, kush është favoriti për ty dhe pse? Unë lojtarët domon që janë shqiptar, që janë shqiptar, që luajnë edhe ata që janë pensionuar. Që janë shqiptar, që janë pensionuar, domon edhe që janë ndoshta ai sot legjenda Fadel Vogri domon është i papërsëritshëm. Ai po, këta që janë të gjallë, një që luan edhe një që është pensionuar që është gjallë. Një që është të luajt në Evropë. Kë vlerëson? Granit Xhaka. Shija jote është Granit Xhaka. Granit Xhaka është për mendimin tim ambasadori më i mirë i gjithë shqiptarëve. Okej. Edhe si futbollist, edhe si karakter, edhe si djalë, çfarë do aspekte që më mendoj që Granit Xhaka duke mos janë shkaluar as Shaqirin as gjithë tjerë, por kjo mendoj që ky është. Okej. I dyti që është pensionuar? Që është gjallë? I dyti? Ja, që ti e vlerëson në thu, ky sa ka luajt ka qenë më i miri. Mora tash. Në momentin nuk për shembull Ismet Munishi për mendimin tim ka qenë një prej lojtarëve që sot s'luan, është analist edhe është trajner. Unë mendoj që kam pas fatin me luajt edhe ai është ka qenë një prej futbollistëve që unë e kam pëlqyer shumë. Po më intereson mua edhe shikuesve. A luan Faruku futboll ndonjëherë? Me të thonë drejtën luajm. Masi se ke heqë të bark, flum valla. Ja luajm se unë. S'po shkrihet bark po. Problem ona kur e lesh futbollin edhe kur tani me trener llak probleme të tjera, po kështu që luaj me veteran, domthonë edhe me klubin e futbollit veteran të Llapit që jena në ligë se është liga e veteranëve, tani edhe me kombëtarën e Kosovës në për turnira ndryshëm, por edhe me ekip zakonisht të stërvitje luajm. Por jo mjaftueshëm, por që kem nevojë mu dobësu, kem nevojë ona. Po valla. Por shpresojmë që kam nevojë me kësit bark. Edhe unë kom regjistru fitnessin, do të filloj me fitness. Kështu që ti je e bindë që 2025 në shikues. Ti je e bindë që këna me. Dhurat princit u dhuron këtë aparat për shtëpi. Këtu ki edhe kafe, edhe filxhana. Faleminderit shumë. Se qyshe nisëm emisionin the princin, që princit gëzoja, vesh, e? Faleminderit shumë, ona. Për mu ishte kënaqësi që ju intervistova. Intervist më të rahatshme shikues nuk kom pas se kom vesh patika. U përshtata sot me të ftuarin, hajtam ditë e diel, ditë sportive, relaksuse, s'mu kanë lot kombë. Për herë të parë, po e takoj. Deshta me thonë ona, për herë të parë dhune, po me thonë drejten, për herë të parë është intervistin kësi formati. Me qenë se jena në televizione, po kësi formati. Me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi e kom pranu, me të vërtet u kënaqa. Faleminderit shumë. Turoj shumë punë të barë, suksesen punën në tonë, sepse ushqimet janë jashtëzakonisht i mirë, edhe kështu që mos harrojnë edhe këta ta provojnë, ta shijojnë, sepse pas kanë që me provu. Faleminderit, shpresoj që kjo intervistë do t'ju sjell kom të djatë kështu me fitore, Mos pethej okullin. Mos pethej okullin, respekt. Faleminderit shumë. Shikues, përshkojmë në blokun e fundit marketingut, do të ktheheni vetëm me mua. Që po i thu diasporës, ja kamera drejt atje, pse drejt ku i keni kamera? Diaspor, pa juve nuk jem gjallë, kështu që rënofshi gjithmonë. Marketing.
Shikues, ky është emisioni për sot, iku edhe një epizode, 9 epizode nga Shija e Anës kanë fluturuar. Kemi edhe 13 deri në fund të kësaj sezone. Faleminderit gjithëve që jeni çdo diel me Shijen e Anës. Faleminderit që na ndiqni në Klan Kosova, në televizionin numër 1 në Kosovë. Dhe faleminderit krejt juve që na ndiqni në kanalin tonë zyrtar Shija e Anës në YouTube. Krejt ju që ende nuk e keni bërë subscribe, futuni në YouTube, subscribe Shija e Anës dhe nuk ju ik asnjë material. Dhe ti që sapo je zgju dhe nuk e arrit me pa emisionin prej fillimi, apo se ke pa fare, na ke kap që tani në këto momente, ju sugjeroj të futeni në kanalin tonë zyrtar Shija e Anës në YouTube dhe ndiqni emisionin që sot kishim të ftuar të nderuarin zotëri Faruk Statovci. Ishte një super epizod shumë pozitiv dhe shumë i paparashikueshëm me të, sepse më kanë thënë ashtu që ai ditë të jetë shumë interesant në për emisione. Modi s'kam pas sportist, kështu që një njeri që vlerësohet shumë në futbollin tonë kosovar dhe faleminderit që Faruku vazhdon të jetë aktiv me punët e këtij sporti shumë të njohur në botë. Po du me falenderu të gjitha ata që na mbështesin shpejt. Faleminderit Qaberto Franke, faleminderit Rizo Skoti, Garofalo, sot pra me Rizo Skotin kishim një super recet. Dita e fundit të Ramazanit, drek, ide, koha e pranverës, një drek pranverore, oriz me perime, me domate, spec dhe qep të kuqe, pak majdanos të freskët, do t'ju shkrihet në goja, e keni recetën, putuni që tani mësojni dhe gatuajeni sot. Prince Cafe, faleminderit që jemi neve çdo të diel, Unë s'muj me nis ditën pa Prince të vanilës. Ja u kom mësu edhe musafirve tash, edhe kameramanëve, edhe ata si të vinë pa i fillu me xhirime, sa një po shkojnë të aparatit dhe e marrin Princin e vanilës. Mjeli finesa, mjeli më i mirë vendor, alkaline, ujë më i mirë, po ashtu në trajme për hanë prej nëndë, Phone Power Shop, faleminderit që jepi jetë emisionit me lulet tona, dhe sot po du me i falenderu dy motrat shumë të talentuara, Arnisa dhe Blerta Mjeko, që më kanë reguluar, faleminderit Blerta për flokët dhe Arnisa për këtë grim, shumë natural dhe shumë simpatik. Edhe unë sot erdha me patika, që që thash edhe në intro, sepse kishim një sportist dhe ditë e djel, hajë thash ma thjesht ma mirë. Dhe sheqer e shërbet, ishte i këti emisioni Mado, tradita shija turke me baklavat më të mira, krejt ju që po ju hatë, krejt dhe juve, ose keni mysafir sot, shkoni Prishtina Mall, katin e 2 dhe e keni Madon. Dhe JP.com, nëse ti po donë me kërku pun, me gjetë ndo një mjek, diçka lidhje me shëndetësi u intereson, teknologji, dëshironi me shit ose me marrë me qira, ose me dhonë me qira, ose edhe me shit makinën tuaj, futuni në JP.com dhe gjejt gjitha pra krejt çka dëshiron ti me i gjetë në këtë platformë, numër 1 në vendin ton, i gjenë të gjitha. S'më ka ngella asgjë tjetër, duke ju falenderuar edhe një herë nga zamra, nga loçka e shpirtit zamrës, që çdo të duke ju falenderuar edhe një herë nga loçka e shpirtit zamrës, që çdo të diel jeni me Shijen e Anës, ju dëshiroj një ditë fantastike të diel. Për hajër, urime Bajrami, krejt shqiptarëve, kado që ndodhen kënaqeni t'ju hangër shërbet se tatlijave i ka hije edhe na e don shpirti me i konsumu gjatë Bajramit, sidomos ju që keni agjëru. Bravo ju qoftë. Deri një tjetër, mirëmbëjtje.